Denoncime shumë rëndë, atë natë ishim dhe pa armë dhe pa fishek. Kanë qenë me armë, kanë qenë me armë, po kanë qenë me armë pa fishek, për arsye se shefi i shtabit, ja ta them kush e dha urdhrin, shefi i shtabit të repartit kishte dhënë urdhër që ushtarët, duke qenë se ishin ushtarë të ri, të bënin shërbim pa fishek. Dhe vetëm për atë repart, ndërsa të gjitha repartet e tjera, postat kufitare nuk e kishin këtë urdhër. Rasti është? Pra, jo, s'është as pak rasti. Më rregull. S'është as pak bilet. Kush ka qenë shefi i shtabit? Shefi i shtabit është Arjan Guma. Është thjerë herë. Dhe është arrestuar në atë kohë dhe ka bërë edhe burg për këtë arsye, pse ka dhënë urdhër të tillë. Pra për urdhrin e dhënë. Menjëherë është një nga personat e parë të arrestuar atë natë nga Prokuroria e Republikës dhe akuzuar për këtë gjë. Pra për një postë kufitare. Komandant. Ne kemi bërë një jetë në shërbimin e ushtrisë dhe të policisë. Nuk lejohet në mënyrë kategorike që një ushtar i ri të bëjë shërbim vetëm, sepse ditët e para të shërbimit bëhen me shoqërues, një vjetër, një ri. S'kan qenë ditë e para. Kishin 4 muaj që ishin ushtar. 4 muaj, po për 4 muaj nuk mund ta lësh ushtarin pa, ajo është e qëllimshme. Problemi qëndron që informacionin tek Beleri dhe shokët e Belerit e ka dërguar dikush se në këtë qendër servitore, në këtë repart, shërbimi bëhet me armë pa fishek. Ka qenë kombinuar nga mrena nga jashtë. Patjetër që ka pas informacion se ka qenë kombinuar me nuk është rëndësia. Ekziston një dhënë që grekët, pra këta grupi Belerit, nën kontrollin e shërbimit sekret grek, ka arritur të mashtrojë oficer të postës kufitare, duke thënë që ne do sulmojmë postën për të marrë armët, se ndodheshin 160 fishek në postë, 160 armë Kalashnikov, për t'i marrë armët dhe për t'i shitur. Pra nuk kemi për të bërë asgjë tjetër. Ndërkohë që kanë pasur qëllim të fshehtë. Dhe janë lejuar të merren të ndodhje gjitha kjo. Kemi edhe një dëshmi të një qytetari tjetër, ai në atë kohë në 94 ka që jetonte në Greqi, dhe në 94 një muaj gjysmë përpara se të ndodhte vepra e peshkëpisë, pra akti terrorist peshkëpi, është paraqitur në ambasadën shqiptare në Athinë, ka takuar personisht dhe ai ka thënë që po përgatitet një sulm i armatosur ndaj një poste kufitare në Republikën e Shqipërisë.